dhe videon e animuar se si ka ndodhur grabitja. Akorja, mund të ishtë ma shpjegosh të lutem? Po. Ajo që se kemi thënë deri tani është që makinat e grabitësve vinë nga Rinasi. Pra makinat e grabitësve vinë nga drejtimi Rinasi, ndërkohë që makinat e tjera vinë nga Tirana në drejtim të Rinasit. Është hera e parë që ndodh duke parë dhe grabitet e tjera, nga 5 grabitet që ka ndodhur nga shkurti i vitit 2015, që makinat e grabitësve nuk i ndjekin nga pas makinat e transportit banutor, por ju vinë përballë. Ju vinë përballë, që do të thotë që kam patur dieni me saktësi se kur do ndeshen, kokë më kokë. Pra mund të kemë pasur bashkëpunëtor që i kanë ndjekur makinat gjatë rrugës dhe i kanë njoftuar tani ti shkosh dikujt ball për ball, se kur e ndjek është tjetër gjë dhe gjen momentin vendin më të përshtatshëm, besoj, për ta goditur dhe ose ku e ke bërë planin, pra do ta godasësh në një moment ku ti e ke menduar. Ndërsa ti shkosh ball për ball, do thotë që ti je i sinkronizuar gati për ta ndaluar makinën. Ajo që bën përshtypje është befasuese. Në këtë rast duhej që makina e dytë të bllokonte makinën e parë për të ndaluar lëvizje, ndërkohë që rezulton që makina e parë blokon të dytën dhe e para që ka parat mund të ishte larguar. Dhe makina e parë... Edhe po ta shohësh në video janë paralel me njëra tjetrën. Po të vazhdojmë më tutje besoj të dalë video. Ja ta shpjegon Po le të ishte goditur se mund të ecë makina e parë është shumë interesante. Kjo është një makinë e thjeshtë Forestrat, e cila godet një makinë të blinduar dhe e neutralizon makinën e blinduar. Pra makina e thjeshtë prej Teneqeje godet makinën e blinduar dhe e prishet e blinduara. Po pra, dhe imagjino domethënë dalin në 2 minuta e gjysmë kohë. Po? 2 grabitës që dalin, janë 6 grabitës gjithsej, janë 3 në makinën e parë, 3 në makinën e dytë. 3 dalin dhe neutralizojnë në makinën e parë ku janë parat, 3 të tjerë i mbajnë me armë ndërkohë të 5 punonjësit e sigurisë janë të armatosur. Janë të gjithë armatosur, me Kalashnikov. Me Kalashnikov. Por, edhe grabicit me Kalashnikov? Jo me Kalashnikov? Nuk janë me Kalashnikov, sepse një udhëzim i ministrit mendshëm, e përcakton qartë sa persona do të marrin pjesë në shoqërimin e vrejave monetare dhe me çfarë armatimi do të jenë. Do të jenë me armë të gjata, por jo me Kalashnikov. Me automatik, por nuk është e njëjtë si një armë që ka një prej 9 mm si një Kalashnikov. Kalashnikov janë me automatik shumë me automatik 9 mm. Normalisht objekteve të rëndësisë veçantë dhe shoqërimi i vrejave monetare do të ruhen me Kalashnikov. Kalashnikov është më i sigurt. Arma më e fuqishme. Arma më e fuqishme. Ndërkohë që grabicit kanë qenë me Kalashnikov. Grabicit kanë qenë me Kalashnikov. Po, dhe më tutje do të shikojmë që 3 grabicit dalin dhe nxjerrin nga makina, duke goditur makinën me sende të forta. Kanë qelluar dhe me armë. Me çka kanë goditur me sende me lev kanë goditur xhamin, sepse xhami i blinduar sidoqë që ishte nuk është xhami i thjeshtë, nuk është xham normal, është i blinduar por nuk ka parametra të cilat. Xhami i blinduar përballon plumbin, jo levën, është i blinduar por ka me një vjetë të forta, me një lërë hekur se sa me plumb. Se me plumb. Është specifike veçantë. Disa bëkate do të çoshtron atje në një pikë për ta shpuar. Për ta shpuar. Po, ka disa lloje xhama blinduar, ai ka qenë një xham i blinduar i thjeshtë, i cili është dëmtuar edhe nga goditjet me lev. I kanë detyruar të 2 punonjësit e sigurisë. Në një rast, më fal, nuk kanë pasur frikë grabicit që ata nga brenda mund të qellonin me armë? Po të kishin frikë, do niseshin në mes ditës të bëni grabitje të tillë. Ky lloj mjeti nuk i plotson kushtet për shoqërimin e vlerave monetare, sepse në mjetin ku qëndrojnë vlerat monetare, është detyrimisht të rrijë një me armë të gjatë, dhe do të ketë nga do gjuaj, nëse do të ketë një frëngji që të qellojë. Megjithatë, është i sigurt. Breçani, meqense ju jeni marrë me transportin e mjeteve monetare ose vlerave monetare. Në këtë rast, grabicit që shkojnë serbes tek xhami i makinës dhe godasin me lev, nuk kanë frikë që personi nga brenda mund t'i godas me armë? Ajo detyrimisht që kanë frikë. Po si s'kan pas frikë? Po e kanë studiuar aq mirë sa kanë parë se po e hapi derën, ky është më i përgatitur që mund ta qellojë. Po ai mund të qellojë pa e hapur derën nga brenda. Nuk e kupton. Nuk ka një frëngjë që ta hapin të vej. Po mbi xham mund të qellojë tjetri. Po e goditë ke xhami me leva, ai nga xhami të qellon. Nga brenda ja. Po të ishte për qelluar do